Zonja dhe zotrinj, mirë mbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Sontre, intervistën ja kushtojmë plagës më të ndjeshme, më të vjetër dhe më të dhimbshme të këtij vendi. Plagës që prej dekadesh ka rënuar besimin e qytetarëve, reformat rrënjësore në sistemin gjyqësor. Në një shtet normal, drejtësia është themeli mbi të cilën ndërtohet siguria, liria dhe barazia. Por tek ne, pyetja që vazhdimisht shtrohet është: a ka drejtësi të barabartë për të gjithë? Për vite me radhë në gjyqësor janë investuar miliona euro nga faktori ndërkombëtar. Janë dhënë këshilla, mbështetje, projekt reformash, plane veprimi. Megjithatë, sot vetëm 2% e qytetarëve tërësisht u besojnë gjykatave. Pse? Ku qëndron problemi? Ku qalojmë? Këto nuk janë thjesht statistika, kjo duhet të jetë alarm kombëtar. Prandaj sonte pyesim troq: si të sigurojmë një gjyqësor funksional dhe të besueshëm? Çfarë reformash i nevojiten sistemit? Çfarë garanton propozim ligji i ri për Këshillin Gjyqësor? A është kjo e mjaftueshme dhe mbi të gjitha, a jemi gati të ndërtojmë një gjyqësor të pavarur dhe efektiv që nuk do të na turpron para Evropës, por përkundrazi na afron me të? Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të hollësishme sonte i kërkojmë nga ish antari i Këshillit Gjyqësor Milazim Mustafa. Mirë mbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën në këto momente, i themi zotri Milazim Mustafës. Mirë se gjeta. Zotri Mustafa, se është emisioni 2 që ja kemi kushtuar reformave gjyqësore pikërisht me ju, atëherë ishit antar i Këshillit Gjyqësor, tani jeni ish antar. Do të diskutojmë më hollësisht të gjitha temat e sotme, po pyetje për $1 milion është: kur do të reformohet rrënjësisht sistemi gjyqësor? Pyetjet e tilla të vështira padyshim se kërkojnë edhe përgjigje të tilla, ndaj se është një çështje jo edhe e lehtë të thuhet dhe të jepet një përgjigje e tillë në një periudhë kaq të shkurtër, mirë po, nëse përgjigjja e saktë vendimtare është se atëherë kur do të dëshirojmë sinqerisht, do të punojmë po ashtu sinqerisht për të arritur këtë reformë. Kjo do të thotë se aktualisht nuk dëshirojmë? Po mendoj se nuk ka kapacitet të dhënën maksimalisht për të arritur deri në pensionimin ton. Edhe 26 vite unë për shembull i kam, a do reformohet rrënjësisht sistemi gjyqësor konform gjitha kriterave, kërkesave të faktorit të ndërkombëtar apo jo? Po unë shpresoj se do të arritet, por në rend të parë për shkak të mirëqenies së qytetarëve tonë dhe për të pasur një siguri më të madhe juridike, jo vetëm se ata e kërkon faktorin ndërkombëtar apo dikush tjetër nga jashtë. Deri atëherë, si të flasim tani për hakikat drejtësi, themi ne këtu, kur besimin e plot të qytetarëve në gjyqësor është momentalisht vetëm 2% të qytetarëve. Mendoj se ajo lajthitja më e madhe e opinionit publik është kjo punë e 2% që unë nuk besoj fare se është e tillë, sepse po të analizohet dhe të ndalemi të kjo përqindje ulët e besimit, atëherë njëjtë është edhe besimi i qytetarëve në qeveri që është pashtu 2% apo afërsisht aty dikun. Po, zotri Mustafa, po kemi problem, aq edhe në media, aq edhe në polici e kështu me radhë. Domethënë ne kemi një situatë të tillë ku askush askujt nuk i beson. Por ata mendoj se kjo punë do të shqellohet në detaje gjatë emisionit. Po ka dallim. Po është besimi ulët edhe të politikanët edhe të politika. Mirë, po kur kemi problem unë edhe ju, nuk i drejtohemi faktorit të politikës, po i drejtohemi institucioneve të shtetit, të cilët supozohet se duhet të jenë funksionale. Pra, mendoni se nuk janë 2% të plotë të qytetarëve? Flasim se vetëm 2% e qytetarëve tërësisht i besojnë. Unë mendoj se ndoshta edhe ne personalisht vetes tonë nuk i besojmë tërësisht në situatat të caktuara, por ata nuk mund të merret si parametër bazë kjo për matjen e besimit të gjyqësorit. Sipas jush, a i dëgjon dikush shqetësimet e faktorit ndërkombëtar për gjyqësorin ton? Prapë po them edhe një herë, po e përsëris, duhet të dëgjojmë shqetësimet e miqve tanë, po në rend të parë duhet të dëgjojmë shqetësimet e qytetarëve dhe këto ndryshime dhe këto reforma të i bëjmë për interes të qytetarëve, që mendoj se me të drejtë janë të shqetësuar. Dhe duhet që seriozisht të mirret në konsideratë çështja e gjyqësorit dhe të investohet në përmirësimin e gjendjes aty. Çfarë aksion konkret pret faktori ndërkombëtar nga ekzekutivi për të përmirësuar gjendjen aktuale në gjyqësor? Unë mendoj se fillimisht presin përkushtim serioz të pushtetit kryesisht ekzekutiv në vendin tonë, dhe të shohin se kanë synimet e sinqerta për të arritur përmirësim të gjendjes në pushtetin gjyqësor. Çfarë sfida dhe përgjegjësi i presin gjyqtarët, po dhe antarët e Këshillit Gjyqësor në vitin 2026? Unë mendoj se në qoftë se nuk mirren hapa konkrete, do të ketë një situatë të përkeqësuar të gjyqtarëve në rend të parë, kryesisht si rezultat e mungesës së stafit profesional dhe stafit teknik në gjykata, ku mendoj se para disa ditëve kishim edhe grevë nga të punësuarit në gjykata. Mendoj se në vitin e ardhshëm, nëse nuk do të ketë intervenime me punësime të reja në gjyqësor, mendoj se situata do të përkeqësohet edhe më tej.
çfarë përgjegjësi dhe sfide i pret anëtarët e Këshillit Gjyqësor, po edhe gjyqtarëve në përgjithësi në vitin 2026? Unë mendoj se sfidat do të mbetin të njëjta, të punojnë më tepër, të përkushtojnë më tepër, ta ngrisin zërin më tepër deri te faktori relevant në vend e prapë po e them ata deri te pushteti ekzekutiv që ta lënë të marrë frymë lirshëm gjyqësori, ta lënë që të menaxhojë buxhetin lirshëm, të rrisin buxhetin gjyqësor dhe harximet që janë të nevojshme për funksionimin e gjyqësor. Mendoj se këtu duhet të vendoset theksi i bartësve të pushtetit gjyqësor në vend. Kur jemi te theksi, a garanton propozim ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor se do të rritet efikasiteti dhe besueshmërisë në gjyqësor? Unë mendoj se ndryshimet e reja në ligjin për Këshillin Gjyqësor janë minore dhe nuk do të kenë ndonjë efekt të theksuar në përmirësimin e gjendjes. Ne jemi dëshmitarë se edhe ligji i vit aktual, bazë i vitit 2019, ishte një ligj shumë i lavdëruar edhe nga Komisioni i Venedikut dhe nga komisionet tjera relevante në botë, mirë po fatkeqësisht nuk i solli edhe rezultatat të që pritesh. Ma vonë do të bisedojmë edhe te tavolina në lidhje me çfarë masaktësisht precizon ose parashikohet në këtë propozim ligj, po deri atëherë në opinion ekziston njëkohësisht kohëve të fundit, ditëve të fundit, një tezë shtrëmbruar pak, më falni, edhe a kërkon vetëm para për të rritur pagat e gjyqtarëve apo për funksionimin normal të gjyqësorit, duke siguruar staf dhe e përmendet edhe ju dhe pajisje të mjaftueshme teknike. Cila është e vërteta në lidhje me buxhetin dhe deklaratave të fundit se kërkon para për rritje të pagave të gjyqtarëve apo për funksionimin normal? Mendoj se gjyqtarët e kërkojnë që pagat të jenë konform ligjeve ekzistuese. Dhe konform atyre ligjeve normalisht ju takon edhe rritja e pagës, sepse ashtu është vendosur sistemi i pagave të gjykatësve. Mirë po, mendoj se ajo që duhet dhe ajo që është më alarmante është intervenimi me staf profesional dhe staf teknik në gjykata, po është edhe intervenimi në pajisje elektronike me qëllim të avancimit të çështjes së digitalizimit dhe lehtësimit të qasjes qytetarëve deri në ndërrisi. Zoti Mustafa, ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht për të gjitha këto. Grazie. Po, zotri Mustafa, jemi bashkë edhe në pjesën e dytë. Ju deri para 3 muajsh, nëse nuk jam gabim, keni ushtruar pozitën e antarit të Këshillit Gjyqësor për 6 vite me radhë, nuk është mandat i vogël, aq e parashë ligji. Pra, ishit brenda, tani jeni jashtë Këshillit Gjyqësor. Dhe pyetja e parë është cili është vlerësimi juaj për gjendjen aktuale të gjyqësorit në vend? A mendoni se situata është aq kritike sa paraqitet në opinionin publik? Apo ndoshta keni ndonjë mendim ndryshe dhe tjetër? Po dyshim, kjo temë është e pakonsumuar asnjëherë, gjithmonë ka material për të diskutuar dhe për të analizuar. Unë mund të them se për një gjë jam i sigurt se momentalisht gjendja në gjyqësor është pak më mirë sa që gjeta kur u emërova apo zgjodha si antar në Këshillin Gjyqësor, jo si rezultati i meritës time, por si rezultati i disa proceseve që u zhvilluan në vend. Fillimisht kishim nevojë të madhe të gjyqësorit për gjykatës, domethënë gati se 1/3 apo pak më tepër se vendeve të gjykatësve të paraparë me sistematizim. Sërish kemi nevojë për gjyqtar. Ishin të zbrasta, mirë po në ndërkohë u zgjodhen 2 gjenerata të gjykatësve të ri nga Akademia për gjykatës dhe prokuror, dhe mendoj se sadopak gjendja pak u stabilizua, edhe pse pajtohem se akoma kemi vend të zbrasta dhe presim ndoshta edhe gjenerata të reja të akademisë që të plotësohen vendet me gjykatës të ri, dhe sadopak ky problem kadrovik nga mungesa e gjykatësve që janë procese që nuk mund të zgjidhen brenda natës, domethënë se vetëm për të arritur të zgjidhjen një gjykatësit nevojitin 4 vite kohë. Fillimisht provime pranuese 2 vjet pjesëmarrje aktive në Akademinë për gjykatës dhe prokuror, më pas edhe mbarimi i procesit i provimeve përfundimtare. Të gjitha janë disa procese që ndikojnë edhe në vonesën e zgjedhjes së gjyqtarëve të ri. Para të sistemi duhet të ketë një planifikim serioz që këto gjëra të i planifikojë me kohën. Kohëve të fundit, ditëve të fundit, në fakt jemi dëshmitar të shumë reagimeve, qoftë politike, qoftë nga ana e sistemit gjyqësor, prokurorëve kështu me radhë, po dilema më e madhe është zotri Mustafa është nëse sistemi gjyqësor e jep maksimumi që duhet të jep konform jeteve që po i merr dhe kushteve që ka në dispozicion, duke biseduar, duke e përmendur edhe stafin kuadrovik dhe teknik. Jep maksimumin apo nuk e jep maksimumin?
Po, me përgjithësinë më të madhe, po të them se gjykatësit janë duke dhënë atë përkushtimin e tyre për te maksimale që ekziston. Me shumicën e gjykatësve të cilët jemi në kontakt dhe bisedojmë dhe kemi edhe komunikime të përditshme, nuk ndodh ndonjë ditë që mos të marrin lëndë dhe të punojnë edhe nga shtëpia. Ndoshta edhe vikendi kalojnë duke përgatitur lëndë, si rezultat i fluksit të madh të lëndëve, si rezultat i mungesës së kuadrave. Kur jemi te mungesa e posaçërisht e mungesa e stafit profesional që do t'ju asistojnë gjykatësve në përpilimin e Më permisoni nëse jam gabim, një sqarim për opinionin, nëse nuk jam gabim, aktualisht sistemi gjyqësor ka nevojë për rreth 630 gjykatës, ndërsa aktualisht po veprojnë rreth 300-315 gjyqtar në vend. A është kjo gjendje që paraqitet në për... Do më thonë me sistematizim janë të parapa i numëri 630 apo sa ishte. Tash mendoj se ai numër ka mbrojë mbi 400. Me gjeneratën e fundit ku zgjedhën është numri mbi 400, po prap dikun 25% të vendeve akoma janë të lira. Po ashtu aktuale është Zotri Mustafa edhe deklaratat e fundit në lidhje e di se vinin nga Këshilli Gjyqësor, por si e vlerësoni dhe analizoni iniciativën e qeverisë për shkarkimin e kryeprokurorit Kocevski, a është një vendim i drejtë, i duhur, apo politik ndoshta? Shiko, kur jemi te puna e prokurorisë, pozita e prokurorisë republikane në vend, konform kushtetutës dhe ligjeve, ndryshon nga pozita e gjykatësve dhe Këshillit Gjyqësor dhe gjyqësor. Derisa qeveria ka të drejtë ta propozojë kryeprokurorin e vendit, mendoj se është e drejtë legjitime e tyre edhe për ta emëruar apo për ta shkarkuar, mi po gjithmonë duke pasur parasysh edhe procedurat që duhet të respektohen dhe kriteriumet e caktuara apo kriteriumet në bazë të cilëve emërohet apo shkarkohet një person i caktuar. Sipas jush, mendoj se një prej mangësive më të mëdha të ligjit për prokurimin republikan apo prokurimin publike është edhe fakti që qeverisë i jepet e drejta që ta propozojë kryeprokuror. Mendoj se propozimi duhet të vijë nga ndonjë organ civil, neutral apo eventualisht edhe të lihet opozitës që ta bëjë këtë. A e dini, Zotri Mustafa, pse ju pyes për këtë, si e vlerësoni iniciativën e qeverisë, sepse ju në këtë kontekst që para do kohe ku vendi votoi interpelancën apo mosbesimin e antarëve të Këshillit Gjyqësor, kujtoni ju ata, dhe mes të cilëve ishit edhe ju. A e përjetuat atë interpelancë si presion politik? Padyshim ishte një presion i papritur dhe i papar, ishte diçka duke pasur parasysh se interpelanca nuk ishte ndonjë peshë juridike që do të na obligonte neve që të marrim një vendim për vazhdim apo për të tërhequr, por është një formë presioni ndaj anëtarëve të Këshillit Gjyqësor që për arsye të caktuara nuk e kuptoi që të tërhiqen dhe ndoshta edhe të vendosen persona të tjerë që ndoshta do të ishin më të dëshiruar. Jo, rastësisht u pyeta se si e vlerësoni iniciativën e qeverisë për kryeprokurorin. Mendoj se krahasimet nuk mbajnë, nuk janë krahasime të njëjta. Do thonë në këtë rast qeveria e propozon kryeprokurorin dhe më pas kuvendi e miraton apo e zgjedh atë. Kurse antarët e Këshillit Gjyqësor ose zgjidhen me konkurs përmes kuvendit, disa i propozon kryetari i shtetit, të tjerët i zgjedhin gjykatësat, dhe mendoj se kemi këtu dallime në zgjedhje dhe emërime. Pak a shumë në fillim e përmendëm, cila është arsyeja e vërtetë që as qytetarët, as partitë politike e as faktori ndërkombëtar nuk janë të kënaqur nga rezultatet e deri tanishme të sistemit gjyqësor? Shumë sinqerisht ju pyes sepse kjo nuk është në temë që nuk e bregos vendin, pra ne duhet kemi synimin që të ndërsohemi në Bashkimin Evropian, nuk ka nevojë për filozofi, për shkencë, thjesht duhet të përmirësohet gjendja aktuale. Po shiko, unë pak edhe në gjatë pjesës së pare përmenda faktin se nuk është problemi vetëm te sistemi gjyqësor. Në vendin tonë një sër gjërat nuk shkojnë ashtu si duhet. E përmenda edhe çështjen e besimit të ulë që nuk është vetëm në gjyqësor, është edhe në të gjitha institucionet bazë të vendit, në të gjitha sektorët kyçe. Sa ishte 3%. Aty pari do thonë sillen gjithçka rreth 2 apo 3%. Mustafa, po ju ndërpreva edhe në fillim, dhe ju thash se një qytetar i rëndomt kur ka problem, paraqitet në institucionet për të kërkuar drejtësi. Dhe në këtë rast ne kemi vetëm 2% flasim të qytetarëve të anketuar që tërësisht i besojnë gjykatave. Po, ka edhe një pjesë që, për shembull, 50% e kështu me radhë, 17% e kështu me radhë që i besojnë pjesërisht e kështu me radhë, por ky është një alarm
kombëtare, thashë edhe në fillim që duhet të përmirësohet. Andaj, pse asnjë metodologji, plan program, vlerësime, deri tani nuk kanë dhënë rezultate dhe gjendja në gjyqësore nuk është përmirësuar, besueshmëria, si e thash. Gjithmonë jemi në një rreth vicioz magjik të themi. Dhe ndërkohë këtë faktorë ndërkombëtar gjithmonë është i pakënaqur, po ditëve të fundit po shohim disa reagime që janë drejt për drejt në lidhje për përmirësimin e gjendjes gjyqësore. Unë mund të them me përgjithësi më të madhe se përpos reagimeve publike të disa faktoreve relevant, duke u kyçur edhe duke u përmendur edhe bartësit kryesorë të vendit, po potencioj edhe çështën e kryeministit, që përpos kritikave të adresuara gjatë ndaj gjyqësorit, po kalojnë 2 vite, ndoshta edhe më tepër nga ndryshimi i qeverisë, nuk vërejmë akoma asnjë hap serioz apo së paku edhe formal të ndërmarrën në përmirësimin e gjendjes. Kritikat e fundit mendoj se ky do të jetë ai alarmi kryesor që sepse reformat nuk vijnë nga vetë pushteti gjyqësor. Do thonë ajo mangësia e gjyqësorit është se ligjet vijnë nga parlamenti ndërsa propozohen kryesisht nga pushteti ekzekutiv apo qeveria, dhe mendoj se në qoftë se me të vërtet ka synime serioze për përmirësimin e gjendjes, atëherë deri më tani është dashur të merren hapa konkret për të bërë atë. E jo për ta sulmuar edhe më tepër dhe për ta dëmtuar më tepër që atë përqindje ndoshta jo reale që e përmenda në film ta zbresën ndoshta edhe më poshtë. Jo, sulmet ishin masë shumti në lidhje me për atë arsye edhe në fillim e potencova se sulmet kanë të bëjnë më shumti për rritje të pagave të gjyqtarëve, nëse është e vërtetë ose jo. Mendoj se me këtë po banalizohet edhe çështja e problemeve në gjyqësor. Gjëja se kërkojnë paga dhe nga disa studio përmendeshin disa shifra me bruto që nuk janë reale edhe për ata, dhe besoj se edhe vetëm kryetari i Këshillit Gjyqësor demontoi se ato shifra nuk janë reale për punën e rrugës. Dhe mendoj se me çështjen e rrogave po tentohet që të iket problemi real që është në gjyqësor, ato probleme të cilët i shqetësojnë fillimisht gjyqtarët dhe të punësuarit atje, më pas edhe të gjithë qytetarët. Zotëri Mustafa, në kohën tuaj si antar ndodhen epizodet, nëse mund t'i quaj, më dramatike në funksionimin e Këshillit Gjyqësor. Ndoshta ju kujtohet si shkarkimin e ish kryetares së mëparshme Vesna Dameva, iniciativa për shkarkimin e kryetares së mëhershme të Gjykatës Supreme Besa Ademi. Nga perspektiva e sotme, zotëri Mustafa, si shqikni këto ngjarje? A mund të veprojnë ndryshe për të mos minuar akoma më shumë edhe ai besim i brisht prej 2% në gjyqësor? Shumë sinqerisht ju pyes. Pra po them, me sinqeritetin më të madh, unë nuk i bie pishman për asnjë hap që e kam ndërmarrë derisa isha antar në Këshillin Gjyqësor. Edhe procedura. Ju kujtohet se çfarë ndodhi me Vesna Dameva, unë kam qenë edhe ndër aktorët kryesorë në këtë procedurë. Është e drejtë legjitime e antarëve të Këshillit Gjyqësor që ta zgjedhin kryesuesin e tyre i cili do t'i përfaqësojë. Po ashtu është e drejtë e tyre legjitime që ta shkarkojnë atë nëse në periudha të caktuara nuk vepron konform ligjit dhe nuk e drejton institucionin në formën e duhur. Do të thonë këto ishin vetëm qëllimet e antarëve të Këshillit Gjyqësor. Tani nuk dua të ngarkoj misionin me disa probleme tjera që kanë ndodhur në prapavije që qytetarët nuk i dinë ato. Po ashtu edhe për punën e kryetares së Gjykatës Supreme. Mendoj se duhet fillimisht të ekzistojë respekti institucioneve nga vetë bartësit e institucioneve kyçe, të jenë shembull edhe për qytetarët tjerë, sepse besueshmëria në institucione është shumë vështirë kthehen nëse dëmtohet për ata. Çfarë tjetër keni përjetuar që opinionin e publik, opinionin e mediave? Jo, unë nuk pajtohem me faktin se ka qenë ndoshta skandali më i madh që ka ndodhur në Këshillin Gjyqësor. Jo, thash më dramatike. Edhe më dramatikja. Më dramatike në kohën për shkak se ky format i Këshillit Gjyqësor ku isha edhe unë pjesë vendosi që të jetë tepër transparent në procedura, në mbajtjen e seancave, dhe normalisht se kur gjatë ai versioni i Big Brothers në gjyqësor, mendoj se nuk është edhe i qelluar të zhvillohet në vendet të cilët nuk kanë një demokraci të zhvilluar dhe në vetë gazetarët për atë edhe mendoj se ndjekur trajnime në aspektin gjyqësor së bashku me disa projekte të ambasadës së Amerikës edhe kështu me radhë. Mendoj se më parë ndoshta ka pasur edhe çështje edhe më dramatike të cilët ndoshta opinioni nuk ka njohur dhe nuk ka ditur. Po sa lënë gjithsej keni shqyrtuar për gjyqtarët dhe sa prej tyre keni marrë një vendim të drejtë ose ndoshta që mendoni, unë duhet t'ju kthej në kohën tuaj. Para që keni ushtruar këtë pozitë, sa lëndë gjithsej keni pasur, keni shqyrtuar për gjyqtarët? Po realisht tani me statistikat nuk i kam këtu pranë vete që të flas me numra të saktë, mirë po ka pasur kryesisht me ligjin e vitit 2019 u rrit numri i kërkesave për thirrje disiplinore të gjykatësve. Pasi ligji i vitit 2019 mundsoi që çdo qytetar apo çdo subjekt tjetër juridik, qofshin organizacja qeveritare,
pa marrë parasysh a kanë interes juridik, a kanë qenë palë në procedurat të caktuara, të mund të ngrisin procedura ndaj gjykatësve apo kryetarëve të gjykatë. Kështu që kjo ndikoi në rritjen e numrit të kërkesave, me që rast ndodhe dhe rënja e numrit të parashtresave që vinë në Këshillin Gjyqësor. Pas secilës kërkesë e cila ka rritur në Këshillin Gjyqësor, Këshilli Gjyqësor ka qenë i detyruar të veprojë konform ligjit, duke formuar fillimisht komision 3 antarësh, i cili e vlerëson rregullshmërinë e atij dokumenti apo asaj iniciative, e më pas nëse kërkesa i ka plotësuar format e parapara me ligj. Shumë sinqerisht, a keni pasur presione ose të themi telefonata për të vepruar më ndryshe se sa konform procedurës vërtet? Në asnjë rast nuk mund të them edhe nuk me binje më të madhe mund të them se s'ka ndodhur ndonjëherë ndonjë presion për të ndërprerë ndonjë procedurë apo për të vazhduar procedurë të tilla. A nëse ju pyes në çfarë niveli? Ndoshta për këtë edhe shembullin më të mirë e kam edhe me procedurën ndaj kryetarës së Gjykatës Supreme ku unë isha vetë ndoshta iniciatori i asaj procedure, ku besoj se u krijua një presion i madh publik, po jo personal ndaj meje që të tërhiqet procedura, po nuk e bëra atë sepse bindjet e mia ishte se ajo procedurë duhet të vazhdojë. Nëse ju pyes në çfarë niveli është integriteti dhe kredibiliteti shoqëror i gjyqtarëve, por edhe i antarëve të Këshillit Gjyqësor, cila do të ishte përgjigje më e sinqertë për këtë gjë? Nëse s'keni telefonata, nëse s'keni kështu ndikime nga jashtë, për kredibilitetin të antarëve të Këshillit Gjyqësor dhe të gjyqtarëve, si e vlerëson? Unë mendoj se antarët e Këshillit Gjyqësor, po ashtu edhe gjykatësit, punën e kryejnë me dignitetin më të madh të tyre, me profesionalizëm të maksimal të cilin e kanë në kapacitetin e tyre intelektual dhe profesional. Po kështu nuk mendon për shembull kryeministri thotë me disa përjashtime, po ka edhe të tillë të cilat nuk e kanë. Po mendoj se kryeministri ka aparatin shtetëror dhe ato përjashtime duhet të eliminojë, e jo të i lejojë dhe të i përdorë vetëm si mundësi për të sulmuar gjykatës të ndershëm dhe numrin më të madh të gjykatësve të cilët punën e kryejnë me dignitet dhe profesionalizëm. Ju thotë se në shumë të rasteve gjyqtarët dhe antarët e Këshillit Gjyqësor janë rezistent ndaj ndikimeve të jashtme. Po si të rritet transparenca dhe përgjegjësia e antarëve në Këshillin Gjyqësor? Unë mendoj prapë e përmend rastin se ky format i Këshillit Gjyqësor, pjesën më të madhe të gjitha procedurat që zhvillohen para syve të publikut, dhe mendoj se transparencë më të madhe nuk di sa ekziston diku. Nuk e di pas kuvendit republikan, nuk di ndonjë institucion tjetër që gjithçka që ka vepruar edhe para syve të publikut, po edhe para prezencës së faktorëve, ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar të cilët vazhdimisht e kanë përcjellur punën e gjyqësorit. Po ashtu transparent kanë qenë edhe me çështjen e buxhetit, do thonë pas çdo mbledhje të Këshillit buxhetor është raportuar se është financuar ky projekt, janë dhënë shtesa për gjykatësit kaq %, për stafin profesional gjyqësor kaq % kështu me radhë. Mendoj se kemi një transparencë të theksuar në raport me gjyqësorin. Tani vërejmë për shembull edhe gjykatat kanë vendosur që të vendosin edhe konform kërkesës së gazetarëve të publikut që të vendosin edhe fotografitë e gjykatësve, të dhënat e tyre profesionale kështu me radhë. Ajo në aspekt është për të vlerësuar, por ne kemi gjykat me një gjykatës. Po. Është i vetmi, kryetari i gjykatës dhe aq. Po ne kemi pasur gjykata që s'kemi pasur as kryetar sepse askush nuk është paraqitur. Do thonë për 2 vite me radhë kemi pasur rast në gjykatën e Berovës, kemi shpallur konkurs, një është prej atyre gjykatave, për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës asnjë nuk është paraqitur. E kjo nuk është problem as i gjyqtarëve as i antarëve të Këshillit Gjyqësor, po është problem i pushtetit ekzekutiv dhe ligjit për gjykata, që ai ligj është i parapam si i tillë dhe ai ligj nuk është intervenuar. Po kush është ai që pranon të jetë kryetar, mos ketë për shembull mjete për karburant? Për shembull, unë isha pjesëtar i strategjisë për reforma në gjyqësor të vitit 2017, atëherë si i punësuar në Ministrinë e Drejtësisë, dhe u propozuar që ato gjykata të jenë njësi brenda gjykatave më të mëdha. Mendoj se kjo do të ishte një zgjidhje shumë komode dhe shumë efikase për këtë. Mirë po, njëjti propozim nuk kaloi atje ku duhej dhe para të u dash që Këshilli Gjyqësor dhe gjyqësorët të ballafaqohet me këtë barë për vitin me radhë dhe më pas të sulmohet pse nuk po gjen zgjidhje. Kurse nuk ka mundësi. Mustafa mendoni se ky propozim ligjin për Këshillin Gjyqësor, i cili për momentin më duket se është dërguar në Komisionin Evropian, por kishte kaluar në Komisionin AM në Kuvend, nuk do të jep rezultate shumë për të përmirësuar e thatë në fillim efikasitetin, besueshmërinë në gjyqësor. Po prapë po them, ndryshimet në ligjin për Këshillin Gjyqësor kryesisht bënin definimin e disa procedurave të cilat me ligjin bazë të vitit 2019 nuk ishin të definuara mirë. Si për shembull kriteret e rrepta do të përcaktojnë propozimin e ligjit për antarëve, sidomos për këtë
punën e llogaridhënies individuale të anëtarëve, si dhe do sigurohet, më përmisoni nëse jam gabim, nëse sigurohet se këto mekanizma do të zbatohen në praktik, pra do të ketë një mekanizmat më të përforcuara që parashihen në pjesën e mekanizmave konkrete disciplinore. Po këto janë disa prej materialeve që bojnë promovimin e ndryshimeve që janë të parapara me komisionin në kuadër të PR misionit që ishte pas kushtimisht temi atine situatave të pakënaqura që ishin në Këshillin Gjyqësor. Dhe mendoj se këto gjëra kanë qenë të parapara edhe me ligjin bazë. Kryesisht për herë të parë që të ketë llogaridhënie ndaj anëtarëve të Këshillit Gjyqësor vendosur me ligjin e vitit 2019, që po e përmendi disa herë. Edhe ato gjëra u parapan edhe u parapara në mënyrë e shkarkimit, në mënyrë e thirrjes në përgjithësi të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor që më parë s'ka ekzistuar një gjë e tillë. Dhe mendoj se edhe këto ndryshime janë minore në raport me problemet serioze që ekzistojnë në gjyqësor. Ne e përmenëm rastin e gjykatave që nuk mund të plotësohen me gjykatë. Do të thonë, kjo është problematikë që rregullohet me ligjin për gjykatë, që është ligj që sillet apo ndryshohet me shumicë të kualifikuar, që kërkojnë të drejtat e kuvendarëve për të ndryshuar këtë. Për atë mendoj se për të bërë reforma themelore, të cilat i përmendet në fillim të emisionit, duhet me të vërtetë një vullnet shumë serioz dhe një përkushtim shumë i meçur dhe i mirë analizuar për të bërë hapat. Po jo rastësisht për kriteret do ndalem edhe pak për të sqaruar këtë pjesën. Çfarë kriteret e rrepta do të përcaktoj propozim ligjin, sidomos në zgjidhjen nga radhat e juristëve të squar. E mbani mend ju me juristëve të squar. Po, unë kam qenë prej kategorisë së tillë dhe tani ndoshta do të habiteni nga kjo përgjigje ime, mirë po në qoftë se kërkohen nga publiku dhe nga faktorët ndërkombëtar që të përforcohen kriteriumet dhe të shtrëngohen kriteriumet për caktimin e gjykatësve nga radha e juristëve të dalluar, tani kemi rastin ku ato kriteriume bien edhe më poshtë. Me këtë propozim ligj parashihen që edhe antari i Këshillit Gjyqësor mund të jetë personi që nuk e ka kaluar as provimin e jurisprudencës. Derisa provimi i jurisprudencës një kusht për juristin se ka kaluar provojën e caktuar, ka kaluar provimet e caktuara për njohuri të bazë për udhëheqjen e procedurave dhe njohjen e rrjedhës së procedurës. Ndoshta do të ketë amandamente pikërisht për të ndryshuar këtë, por në këtë fazë shpresoj se do të kemi, mirë po prapë kjo është një prej shqetësimeve të cilët ju kishit të drejta të konkurroni për mandat të dyja? Po, kisha të drejta. Pse nuk konkurruat? E kam mbaruar mandatin dhe unë jam një tip që nuk kthej mbrapa dhe nuk e kthej kokën mbrapa. Se hoqet dorë për shembull nga përmirësimi, nga aksioni, nga vullneti, nga misioni juaj për të përmirësuar gjendjen? Unë e kalova një mandat të vështirë në Këshillin Gjyqësor dhe mendoj se me atë e kam mbaruar edhe misionin tim edhe karrierën time në Këshillin Gjyqësor, tani ndoshta është koha për të provuar diçka tjetër. A mjafton vetëm miratimi i draft ose propozim ligjit për Këshillin Gjyqësor për të rivendosur besimin e qytetarëve në sistemin gjyqësor, apo nevojitet, ju thotë edhe pak më herët, masa më të thella, më të rrepta dhe zbatim në praktik gjithmonë? Çfarë konkret? Disa herë u thash përgjigjen se të janë ndryshime minore ndoshta në ligjin për Këshillin Gjyqësor, për përsëris prapë dhe për të përmirësuar gjendjen dhe për të kthyer besimin, mendoj se të nevojitet një proces pak më i vështirë, një proces më ndërlikuar, një proces më gjithëpërfshirës, ku do të kyçen ndoshta edhe faktorë më shumë në vend, qofshin nga radhat e ekspertëve juridik, një profesor. Praktika e Shqipërisë apo jo? Mendoj se praktika e Shqipërisë ishte një shembull i mirë që nuk duhet të bëhen analiza hapa pa u analizuar mirë. Çështja e vettingut që përmendej në Shqipëri ndoshta ishte një test që e shpëtoi gjyqësorin e Maqedonisë për një hap të tillë që mos të ndërmirren masa të tilla që edhe aty edhe ne të ndodhë situata e një që ndodhet në Shqipëri. Në kohën tuaj më përmisoni, më duket se realizuam një emision në lidhje me procesi i vlerësimit të gjyqtarëve, apo si baroj ajo për çdo vit u bëheshte vlerësimi i gjyqtarëve? Jo, vlerësimet faktikisht ligji për Këshillin Gjyqësor parasheh dy lloje të vlerësimeve, vlerësimet e rregullta dhe vlerësimet e jashtëzakonshme. Vlerësimet e rregullta janë të parapara çdo 4 vite, ku të gjithë gjyqtarët e vendit faktikisht kalojnë përmes një procesi duke analizuar lëndët e tyre, plotësimin e normës juridike, sa lëndë janë për shembull të prishura apo të abroguara, sa lëndë janë të anuluara e kështu me radhë, me qëllim që të nxirret edhe nota e tyre me të cilën notë ato kanë të drejta më pas të konkurrojnë edhe për gjykatat më larta apo pozita më të larta, dhe vlerësimi i jashtëzakonshëm kur gjykatësit konkurrojnë për gjykata më të larta apo kur konkurrojnë që të zgjidhen kryetar gjykatash. Dhe këto ndryshime, faktikisht këto dispozita kanë mbetur akoma në fuqi dhe nuk janë të parapara me ndryshimet të cilat
pritet që të miratohen nga kuvendi. Apropo muhabetin që bëjmë, që bisedojmë tani veç më 30 minuta, sigurisht jeni të informuar se në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njerëzit do të hapet procedurë për ish-ministrën e MPP-s Gordana Jankolovska e dënuar në rastin Tanku, nëse është shkelur ose jo gjithmonë procedura gjyqësore përmes së cilës ajo u dënua për furnizimin e automjetit të blenduar për nevojat e shtetit. Si e komentoni, si e shikni këtë gjë dhe çfarë sinjale jep vendi në skenën evropiane për gjendjen e gjyqësore? Mendoj se këto janë sinjale shqetësuese, sepse ne veç asaj kishim edhe një rast ku një gjykat si shkarkuar nga ana e Këshillit Gjyqësor fitoi rastin në gjykatën e Strasburgit, tani nuk po e përmend emrin. Para të ndoshta pritet edhe raste tjera të kemi të situatës ku për shembull disa gjykatës janë shkarkuar ndoshta edhe në mënyrë të padrejtë nga ana e Këshillit Gjyqësor. Unë tash nuk po e përmendje edhe pozicionin tim në ato raste, sepse nuk është korrekt të përmendet, sepse kanë qenë vendime kolektive dhe janë sjell nga shumica e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, por fatmirësisht ekziston ai mekanizëm i korrigjimit dhe në rast të thyerjes së drejtave të qytetarëve, në këtë rast të gjykatësve nga institucionet e shtetit, ekziston edhe gjykata më e lartë evropiane, e cila ne gjithmonë nuk e dimë se si do të jetë epilogu dhe faktikisht edhe korrigjuesi i lëshimeve eventuale që ndodhin nga vendi. Ne nuk e dim se si do të jetë epilogu i këtij në gjykatën evropiane, por më intereson të vlerësimi juaj në këtë. Ne kemi informata se janë edhe disa gjykatës që kanë ngritur procedura në gjykatën e Strasburgit si rezultati i shkarkimit që ato mendojnë se kanë qenë të shkarkuar padrejtisht. Po presim që Strasburgit ato të fjalën përfundimtare dhe të njëjtit ta marrin edhe drejtsinë e merituar. Keni informacione se sa lëndë zyrtarisht deri tani ka humbur shteti në gjykatën e Strasburg? Nuk kam statistikat, prapë them, të më kishte treguar më herë do të kisha siguruar, mirë po. Zakonisht nuk i kërkoj asnjëherë edhe nuk i disha se do të shkojmë me statistika të sakta, mirë po mendoj se në bazë të sa më mban memoria, kemi rënje të rasteve ku faktikisht maqonia llogaritet si shkelse e drejtave të njerëzit nga gjykata e Strasburg, si rezultat disa ndryshimeve që janë ndërmarrë në sistemin tonë juridik, kryesisht disa ndryshime që janë të parapara në janë parashtruar ka disa kërkesa. Po ka kërkesa, mirë po flas si numër, si numra të drejtuar dhe si rast ku vërejnë shkelje nga ana e maqenisë. Mendoj se ka rënje. Po shumë sinqerisht, pavarësisht a ka rënje për sa përqind. Gjithmonë sinqerisht flasim, kështu që po këto vendime a nuk janë poshtërsim, turprim për vendin dhe a duhet të mbajë dikush përgjegjësi për këtë gjë? Jo, as pak nuk janë turprim, nuk është turp që të dalë drejtësia në shesh. Pasi të gjitha thashë dhe poshtërsim për vendin në aspekt gjyqësor. Të gjitha vendet e Këshillit të Evropës janë nën jurisdiksionin e gjykatës së Strasburgit dhe faktikisht nuk kemi ne të vetmit që gjykata e Strasburgit konstaton shkelje. Kemi shkelje edhe nga ana e vendeve me demokraci më të zhvilluara, qofshin ato Britania e Madhe, Franca dhe vende tjera, kështu që nuk duhet të llogaritemi të turpruar, por duhet ta marrim si mësim këto që praksën e gjykatës së Strasburgit sa më tepër ta implementojmë në vendimarrjet e tona. Ju konsideroj si ekspert, si njohës i mirë i këtyre çështjeve, edhe sa vite duhet me marr si shembull, si praktik me prit e kështu me radhë. Edhe kjo ishte prej atyre pikëve prej $1 milion apo pikërisht. Shpresojmë që të bëhet sa më shpejt. Tash. Mi po prap po e përsëris se duhet një vullnet i hekurt dhe një përkushtim i paparë që të përmirësohet gjendja. Mi po prap po them, unë kam një moto time personale, thotë nëse ka vullnet ka edhe zgjidhje. Pra të duhet fillimisht të ketë vullnet për që gjyqësori të ngritet në piedestalin që e meriton dhe të lihet gjyqësori që të frymojë lirshëm dhe të veprojë lirshëm. Aktualisht në Këshillin Gjyqësor sa antarëve u skadon mandati, më duket janë 2. Po 2 antarë ju ka skaduar dje mandati. Tash pritet faktikisht edhe vendim, momentalisht mungojnë 3 antarë në Këshillin Gjyqësor. Në afatin e shkurtit pritet që të zgjidhet edhe një antar i ri për radhës së gjykatësve, kështu që mendoj se deri në muajin shkurt do të jenë 4 antarë të rinë në Këshillin Gjyqësor. Në opinion kohëve të fundit e përmendëm disi edhe pak më herët, është krijuar përshtypja që paratë që kërkohen, e thamë edhe më herët, për gjyqësor janë për rritjet e pagave. Por në fakt, gjykatat punojnë, siç e thatë edhe ju, me kapacitetet e përgjysmuara, respektivisht me mungesë të madhe kadrovike dhe për vite me radhë në vend 0.8%, është buxheti i gjyqësorit, të prodhimit të brendshëm brut të shteti siguron vetëm gjysmën e kësaj. As gjysmë jo. As gjysmë. Sa është sakt? Do të thonë vitin e fundit nuk ishte as 0.3, ishte 0.299, nuk e di.
Pse në opinion krijohet kjo përshtypje se buxheti që po e kërkojnë përfaqësuesit e gjyqësorit është në rritje të pagave, kur nuk është kështu? Ku qëndron problemi? Kush e keq? Unë po them se po tentoj që të bëhet lajthitje e problemeve reale dhe të me një fjalë dhe të manipulohet publiku se gjëja se gjykatësit kërkojnë paga. Prapë e them, pagat janë gjë legale dhe ligjore, pasi ligjet e parashojnë atë. A ka gjykata të cilët nuk kanë ta paguajnë ekspertizën? Po, mendoj se borxhi i gjykatave në këtë raport është ndoshta edhe tepër i madh, ndoshta edhe me shifra milionësh. Mirë po dalësh edhe ti shohësh gjykatët, disa prej gjykatave kryesore, për shembull hiç mos shkoni më lart, ndoshta gjykatën civile në Shkup, ta shihni në çfarë gjendje është gjykatë. Thonë ka ndoshta dekada që nuk kanë kaluar asnjë lyrje me ngjyrë që gjykata të merr pamjen e vet serioze atë. Kretë të janë si rezultati mungesës së buxhetit në gjyqësor. Pastaj po flasim për gjykatën kryesore, gjykatën më të madhe në vend. Nuk po flas për gjykatat në brendësinë e Maqenisë që ndoshta janë gjendje edhe më të vështirë. Prandaj ky buxhet nuk është vetëm për rrogat e gjykatësve, por është edhe për kushtet më të mira dhe të dinjitetshme për gjyqtarët. Zotri Mustafa, unë e kaq pyetje pata për këtë emision, nëse keni diçka të shtoni që mendoni se nuk keni qenë të pyetur, urdhëroni minutët në vazhdim janë për juve, po gjithsesi pak a shumë nuk dallojnë intervistat të kushtuara për gjyqësorin nga ato emisionet e kaluara. Ju faleminderit për përkushtim, për të këtë kohë që e ndat për këtë plagën serioze të cilën e paralajmëruat në fillim. Shpresoj se edhe ju gazetarët dhe media duhet të japin kontributin e vet për adresimin e problemeve serioze të qytetarëve, deri tek qytetarët, në këtë rast njoftimin me situatën reale në gjyqësor. Faleminderit shumë, e kemi për detyrë. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatita për sonte. Faleminderit që na ndoqët, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin e servisit tuaj publik në TVM2 dhe TVM2 Sat.